Opinion nga Batona Gjiu. Ka histori politike që përshkruan me shifra, deklarata dhe sondazhe, dhe ka të tjera që kërkojnë të ndjehen të kuptohen si rrëfimi pa shkruar që përshkon dekadat për të shfaqur në një marrëveshje të beft. Rasti i Fatmir Limaj dhe Albin Kurtit është një prej tyre. Pakti mes tyre nuk është një kalkulim i zakonshëm koalicionesh, është më shumë se një bashkëpunim për vota. Është një marrëveshje mbijetesës politike që tenton ta kthejë një armiqësi të kahershme në një aleancë që përfshin jo vetëm të tashmen, por edhe zgjedhjet e ardhshme. Në zemër të kësaj marrëveshjeje është ajo që në tavolinë quhet pako, një paket që nuk përmban thjesht poste, por një projekt për të mos u fundosur të dy në të njëjtën kohë. Por si arritëm këtu? Para zgjedhjeve të fundit, Fatmir Limaj ju ofrua Partisë Demokratike të Kosovës për një koalicion që do të kishte natyrën e një rikthimi në shtëpi. Prejardhja e përbashkët ideologjike, rrënjët në UÇK dhe një ndjenje përbashkët për humbjet dhe fitoret politike e bënin atë rikthim të natyrshëm. Aq i thellë ishte ky afrim, saqë Limaj ishte gati të shkrihej brenda BDK-s. Por historia kishte memorie më të gjatë se ofertat pragmatike. Në një kthes të errët të vitit politik 2011, kur Jakub Krasniqi dhe Fatmir Limaj kishin refuzuar që Begjet Pacolli të bëhej president, PDK-ja që ndarë për brenda. Mosvotimi i Pacollit, i nxitur edhe nga Krasniqi, u bë akti i parë i një aktmarrjeje të gjatë. Lënda shkoi në gjykatën kushtetuese dhe ajo që nisi si mospajtim procedural u kthye në thyerje politike. Nga kjo plagë doli nisma. Nëse atëherë dukej si një largim me ego, sot duket si një strategji me kosto. PDK-ja nën Kadri Veseli nisi një betejë të ashpër kundër nismës, por ishte një betejë që i kushtoi shtrenjtë. Nisma i mori më shumë se 6% dhe ndihmoi në rrëzimin e PDK-s nga udhëheqja e qeverisë, duke ia dorëzuar për herë të parë Isa Mustafës postin e kryeministrit. Ky ishte çmimi i një akmarrjeje të errshme dhe një strategjie pa falje. Por më shumë se sa numrat ishte narrativa që po ndryshonte. Dueti Limaj Haradinaj, të dy nga radhët e UÇK-s, i dha krah diskursit televizjes vetëvendosje kundër PDK-s. Kurti ndërtoi një armë të pamëshirshme diskursive kundër Hashim Thaçit dhe me kohë përthithi edhe një pjesë të elektoratit të LDK-s. Për një moment gjithçka dukej e shkuar, por koha kthehet. Zgjedhjet e 9 shkurtit nuk nxorën fitues. Albin Kurti nuk mund të bëjë qeverinë pa votat e opozitës. Koalicioni me AK ndihmoi që nisma të marrë 3 deputet, mjaftueshëm për t'i dhënë Kurtit një shpresë për të qeverisur. Në këtë terren të lëkundur, nisma u përpoq të komunikojë qartë: votat tona janë për një qeveri ku opozita udhëheq, por opozita nuk ishte gati të bënte kompromis. Lumir Abdigjiku kërkoi postin e kryeministrit me çdo kusht madje, një kërkesë që në pamje të parë është legjitime, por në realitet dukej si një arrogancë e një lideri pa strukturë për të marrë përgjegjësi. PDK-ja mbeti e ngurtë. Inati i vjetër me Fatmir Limaj e bllokoi një koalicion që mund t'i jepte 27-28% dhe këtu nisi loja tjetër. Kurti e di se frika e vetme politike që ka quhet Ramush Haradinaj. Ai nuk mund ta afrojë, por mund ta amortizojë ndikimin e tij duke i marrë Limajin. Në këtë mënyrë ai merr një pjesë të UÇK-s dhe e mbulon frikën nga një kundërshtar që flet pa filtr dhe vepron pa paralajmërim. Në anën tjetër, përballë BE-s, përfshirja e një figure me të kaluar të luftës i jep më shumë hapësirë për manovra dhe në çështjen e ndjeshme të asociacionit. Ramush Haradinaj nuk ka më hapësirë për veprime radikale, ai mbetet thjesht spektator në një ndeshje që po i shkruhet në mungesë. Humbëse, AK-ja dhe LDK-ja, asnjëra nuk do të arrijë të rritet në zgjedhjet që do të pasojnë, sidomos kur të vijë koha e zgjedhjes së presidentit, ku duhen 80 vota në parlament. LDK-ja po përjeton një ngërç të thellë drejtimi. Lumir Abdigjiku do të humbë përsëri dhe kësaj here nuk do të ketë kush ta mbrojë në parti. Do të përballet me dy rrugë: të largohet nga politika ose të krijojë një subjekt të ri me një bazë të vogël, prej 10%. PDK-ja do të detyrohet të reflektojë. Procesi i Hagës do ta kthjellojë. Nëse liderët e saj shpallen fajtor, ajo do të kërkojë një identitet të ri. Nëse janë të pafajshëm, do të tentojë një rikthim, por rruga do të jetë e gjatë dhe me kosto. Lëvizja vetëvendosje, partia që i shkaktoi më shumë dëm Kosovës në qeverisje, por shpreson që të fitojë zgjedhjet lokale me dikë tjetër në krah, për të shpërndar buxhetin për vete dhe jo për opozitën, dhe këtu marrëveshja me Limajin është thelbësore. Limaj nëse nuk hyn në koalicion, zhduket si faktor politik. Nëse hyn, ai do ta bëjë si dikur, të kërkojë një pako që nuk është thjesht për sot. Ai nuk mund të jetë një deputet me 3 vota për të mbushur numra. Ai do të kërkojë një marrëveshje që përfshin koalicion të përbashkët në zgjedhjet e ardhshme dhe strukturë të ndarë pushtetin në qeverisje dhe në nivel lokal. Një narrativ të re që e paraqet nisma si faktor shtetformues dhe jo si ndihmë të rastit për t'i dhënë Kurtit pushtetin. Nëse arrin këtë, Limaj i jep
jetë vetes dhe zgjat jetën politike të vetëvendosjes, i jep një stre vetes, ndonse është streja e një kundërshtari të dikurshëm. Nëse armiqësitë e vjetra shndërrohen në ura për të ardhmen, atëherë kjo është forma më e rafinuar e pragmatizmit politik, jo pa kosto morale, por me fitim afatgjat. Në përfundim, opozita po humb rastin për të ndryshuar kursin e historisë, e vetmja që po e lexon me saktësi rrjedhën është lëvizja e vetëvendosje. I vetmi që po reagon si njeri që ditën mbijetoi është Fatmir Limaj, të tjerët si në një dram të shkruar më parë, po ecin drejt një tjetër humbjeje, këtë herë edhe pa alibi. Në politik kush nuk di të falë humbet 2 herë, një herë nga inati dhe herën tjetër nga pa aftësia për të ndërtuar të ardhmen. Limaj po zgjat dorën mbi plagët e vjetra, jo për ideal, por për mbijetesë. Kurti po e pranon, jo për besim, por për nevojë. Të dy po tregojnë se morali në politikën kosovare nuk është më çështje parimesh, por funksioni frikës dhe shpresës. Opozita që nuk fal, që nuk bashkohet e që nuk ofron alternativë, po e dënon veten me mungesë historie. Në këtë lojë nuk fiton ai që ka të drejtë, por ai që lexon kohën dhe koha është kundër të ndarëve. Krejt në fund opozita ka pasur në dorë një nga rastet më të rralla historike për të ndryshuar kursin e ngjarjeve, jo thjesht për të larguar lëvizjen vetëvendosje nga pushteti, por për t'i dhënë vendit frymën e një qeverisje të re, të baraspeshuar dhe të ndërtuar mbi dinamikën e mirëqenies, jo të diskursit. Kjo mundësi është fliuar në emër të kokëfortësisë, të individualizmit të sëmur dhe të mungesës së një vizioni të përbashkët, dhe në politikë kur nuk përfiton nga historia, ajo të kthehet në gjyqtar. Nga ana tjetër, lëvizja vetëvendosje mund të zgjedhë ta thyej këtë rreth të frikës dhe të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme, me llogarinë e një kalkulimi të ftohtë, harresa kolektive ndaj fyrjeve të dikurshme ku liderët e sotëm i quante hajvan, mund të shndërrohet në një rikthim të pamëshirshëm. AAK dhe Nisma rrezikojnë të mos e kalojnë më pragun. Kosova kështu futet në një epokë parlamentare me vetëm 3 parti të mëdha, ku lëvizja vetëvendosje nga pozitat e një arrogancë të izoluar kalon në pragmatizmin absolut, e gatshme për të bërë koalicion me cilin do, me PDK për të mbyllur ciklin e kthjelljes apo me LDK për të imituar një ekuilibër moral që vetë ka rënuar. Prandaj Kosova nuk po ecën drejt një zgjedhjeje politike, por drejt një eksperimenti moral. A do të zgjedhë të qeveriset nga ata që din të bashkohen, apo të fundoset nga ata që refuzojnë të falin?